Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është në dilemë dhe po përballet me një zgjedhje fatale, të bjerë dakord me planin 28 pikësh të artuar nga shtëpia e bardhë, që përfshin lëshime të mëdha, ose të gjendet i izoluar duke luftuar kundër makinës ruse të luftës, e cila në muajt e fundit ka bërë përparim në terren. Në këtë kontekst, edhe pas komunikatës së dieshme nga evropianët e G20, zyrtar të lartë nga Shtetet e Bashkuara, Ukraina dhe vendet evropiane të aleancës, siç janë Franca, Britania, Gjermania, po zhvillojnë sot bisedime kritike në Gjenevë mbi draftin amerikan për t'i dhënë fund luftës, të cilin administrata Trump e ka paraqitur si bazë për negociata. Përfaqësuesit e BE po marrin pjesë gjithashtu në konsultime, ndërsa Italia ka dërguar zyrtarin e saj. I dërguari special i SBA Steve Witkoff dhe sekretari i shtetit Marco Rubio mbërrin sot në Gjenevë duke synuar, sipas një zyrtari amerikan që foli për Reuters, të zbutin detajet përfundimtare dhe të hartojnë një marrëveshje të dobishme për Ukrainën. Ai theksoi se asgjë nuk do të bie dakord derisa të dy presidentët të takohen, duke nënkuptuar Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky. Sekretari i ushtrisë amerikane Daniel Driscoll është tashmë në Gjenevë, ndërsa një delegacion ukrainas ishte planifikuar të mbërrinte mbrëm. Kievi ka konfirmuar zyrtarisht pjesëmarrjen e tij. Konsultimet po zhvillohen përpara fatit të së njëjtës që presidenti i SBA Donald Trump i ka dhënë Zelenskit për të miratuar planin me 28 pika. Korniza kërkon lëshime territoriale ndaj Rusisë, kufizime në aftësitë ushtarake të Ukrainës dhe braktisje të rrugës së saj drejt antarësimit në NATO, element që ka ngritur shqetësime të thella në Kiev dhe Evropë. Udhëheqësit evropian dhe të tjerë perëndimor e kanë quajtur planin amerikan një bazë për negociata, por thonë se nevojitet më shumë punë për siguruar një marrëveshje më të favorshme për Ukrainën. Një burim qeveritar gjerman tha se një plan evropian paqeje i bazuar në propozimet e SBA-s ishte dërguar tashmë si në Kiev, ashtu edhe në Washington. Pak para bisedimeve, Zelensky paralajmëroi se Ukraina rrezikonte të humbiste dinjitetin dhe lirinë e saj, ose edhe mbështetjen e Washingtonit nëse detyrohej të pranonte kornizën. Në të njëjtën kohë, presidenti rus Vladimir Putin e përshkroi planin amerikan si një bazë për zgjidhjen e konfliktit, megjithëse Moska mund të mos jetë dakord me disa pika, pasi ai parashikon të rreqjen e forcave ruse nga territoret e pushtuara. Bisedimet në Gjenevë vinë në një kohë delikate të luftës, ndërsa Ukraina hyn në vitin e 4 të luftimeve dhe presioni për një marrëveshje rritet përpara fateve të SBA-s. Rubio këmbgul se plani i paqes për Ukrainën është amerikan, jo rus. Ndërkohë, sekretari i shtetit i SBA Marco Rubio këmbguli mbrëm se plani për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë i shpallur këtë javë ishte hartuar vërtet nga SBA-t dhe nuk pasqyronte thjesht kërkesat ruse, siç kanë akuzuar senatorët amerikan. Sekretari i shtetit kështu hodhi poshtë atë që thanë 3 senatorë amerikan, sipas të cilit teksti mbështet plotësisht kërkesat ruse. Më parë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tommy Pigott tha nëpërmjet X, duke reaguar ndaj deklaratave të 3 anëtarëve të Senatit, se ajo që ata pretendonin ishte thellësisht e rreme. 3 anëtarët e dhomës së sipërme të SBA, republikani Mike Rounds, i pavaruri Angus King dhe demokratja Jeannie Shaheen, pretenduan se Marco Rubio u tha atyre se dokumenti nuk shpreh qëndrimet zyrtare të SBA-s, është thjesht një piknisje për bisedime që përmban një listë dëshirash ruse. Rubio pritet në Gjenevë sot, së bashku me të dërguarin diplomatik të presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, për bisedime me ukrainasit dhe evropianët, të cilët nuk e kanë fshirur shqetësimin e tyre në lidhje me planin 28 pikësh. Dokumenti, i botuar nga media të ndryshme, përfshir AFP, përsërit kërkesat kryesore të Moskës, në veçanti çedimin e territorit të Ukrainës ndaj Rusisë, zvogëlimin e madhësisë së ushtrisë së saj, praktikën përfundimtare të përpjekjes për të bashkuar me NATO-n. Ai gjithashtu ofron garanci sigurie perëndimore për Kievin për të parandaluar çdo sulm të ri rus. Presidenti i SBA-s Trump i dha presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky një afat deri më 27 nëntor, ditën e falënderimeve, për t'u përgjigjur propozimit. Megjithatë, dje republikani u përgjigj pa më dyshje jo kur u pyet nëse plani për zgjidhjen e konfliktit ishte oferta e fundit e Washingtonit.